Faleminderit shumë që sot ndave kohë me kanë me neve në qarqi, me pi kafën e qarqisë e me bo muhabet qarqie, se ku ma mirë se iniciativat e mira nisin vetë në qarqi. Qarqia është një simbol joni ku ne gjithmonë e kemi pas si qendër të edukimit, gjithmonë e kemi pas një qendër ku kanë kalu personat dhe personalitetet prej në Qirake, në Usta, janë eduku në frymën e esnafit, dhe sot kur bota po ndryshon, jemi largu pak për qarqijës. Po sa do që shkojmë na dhe institucionalizohemi digitalizohemi, qarqija s'del për neve. Na dalmi për qarqijës, po qarqija nuk del për neve edhe muhabeti mas mirë të na hecë për në qarqi. Për këtë arsye e kemi vendosur që edhe ta quajmë muhabet qarqie për shkak se bisedat të tjese e lirë në pamusi për me pas sa ma shumë njerëzin të avëllin, na e kemi vendosur kamerat, ku i përshëndesim edhe ata që do të na ndëgjojnë, me shpresë se gjithë përfitojnë prej filmës qarqis, kush në mënyrë fizike, kush në mënyrë virtuale. Temën cilën e kemi pa të arsyeshme me bisedu me juve, për shkak se edhe jeni profesor i kësaj sfere, jeni njëri prej persona më të cituar me artikuj në botë, për sipërmarrësinë e kemi mendu, po tash para se me anisju na thotë që titulli më i saktë ishte ndërmarrësia, jo sipërmarrësia. Ka mundësi pak me na i bo të qartë dallimin mes ndërmarrësisë dhe sipërmarrësisë. Paraprakisht bëjart njerë t'ju përgëzoj për këtë iniciativë, për një intervistë krejt ndryshe për aty që kam realizu deri tani. Aq më tepër kur keni vendosur ta realizoni një qarqi, se ndoshta si thonë edhe unë kam ato kujtimet e mia nga qarqia, ku si fëmijë kam marrë të xhallarët, si kam pas, domethënë me dyqane, me shitore, këto do të thonë një farë ndërmarrësie kanë realizuar që në kohë, po viteve të fundit, duke qenë edhe ligjerues dhe drejtori i kampusit të UEL-s në Shkup, mu duk vetë sikur unë bëra pjesë e snafit të qarqisë, duke konsideruar se ky kampus, kjo qendër është mu në zemrën e qarqisë. Edhe sa i takon ase kryenisëm bisedën, ku thash pse si përmarrje, jo ndoshta se pse duhet ta përdorim ndërmarrësi, nëse shpesh ju bëj me dije dhe studentëve se mund ta hasni edhe këtë edhe atë term. Në Shqipëri edhe në literaturë, po edhe në botën akademike preferojnë ta përdorin termin sipërmarrës dhe sipërmarrje, ndërsa tek ne në Maqedoni të Veriut dhe Kosovë e përdorin më shumë ndërmarrës dhe ndërmarrësi. Dhe si studius i kësaj lëmije, i kësaj fushë, do kisha thënë me plot të drejtë se ne kemi të drejtë këtë herë. Se kemi mësuar ndoshta t'i japim përparësi Shqipërisë në kontekst asaj se si shtet anë dhe zakonisht e të kaluarën literaturën e kemi marrë prej andej, po si studius nuk duhet ta cungoj konceptin. Dhe e kam thënë edhe në konferencë ku kemi pasur të përbashkëta me kolegat nga Shqipëria se si duket termi sipërmarrës më shumë është bazuar në marrjen e përsipër të rrezikut, por kjo është vetëm fillimi 1755 me Richard Cantilloni, që është botuar vepra ati 20 vite pas vdekjes së tij, që rreziku ka qenë karakteristika kryesore e ndërmarrësve të asaj kohe, që ai ka identifikuar me fermerat me bujqt, që paguajnë çmime të njohura për lëndët e parë për të krijuar një produkt që nuk dim sa do të shitet. Dhe ati ka thënë se ata marrin një farë rreziku për me vete. Mirë, për me kalimin e kohës, ky koncept u elaboru, u zgjeru, u trajtu edhe më shumë, u futën se ndërmarrës është edhe kombinuesi më i mirë i faktorëve të prodhimit, ndërmarrës është ai që ofron inovacione, ai që ballafaqohet me situata të pasigurta, ai që nga aktiviteti ati realizon profit e kështu me radhë, pra çdo etapë duke i shtuar nga një karakteristikë. Dhe po që se i referomi tani edhe literaturës bashkore, konform tyre shtesave në koncept, gjithku në libra, sidomos në gjuhën angleze, kur definohet termi entrepreneurship, entrepreneur, e fillojnë to undertake something, të ndërmarrësh diçka. Dhe këto konceptet bashkore do të thotë që çdo aktivitet që e ndërmerr një individ, kombinon faktorë, ofron diçka të re,
për të realizu profit, mund ta quajmë ndërmarrës. Dhe për atë unë preferoj edhe në ligjërata, po edhe në këto intervista dhe kudo që të përdori më shumë termin ndërmarrës dhe ndërmarrësi, se më duket se është më i kompletuar dhe i përfshin të gjithat elemente paraprakisht që edhe i përmenda. Faleminderit shumë prof. Po siç vetë se jena në çarshi, që shihni ju cili ka qenë roli i çarshis vjetër në ndërmarrësi, edhe në kulturën e ndërmarrësisë tonë. Po shihni, kjo çarshia e vjetër e Shkupit, bashkë asaj që kemi lexuar, konsiderohet si një ndër më të vjetrat është edhe në Ballkan. Që dikush thotë se daton nga Bizanti, por është zhvilluar shumë më shumë në kohën e perandorisë Osmane. Dhe ka qenë pika ku është taku lindja me perëndimin. Dhe këtu janë realizuar faktikisht ato aktivitete, procese ndërmarrëse fillestare. Tregtia, artizanatet e ndryshme, që për mua çarshia atëherë dhe sot paraqet një farë inkubatori real, në veçanti për të rinjtë të cilët dëshirojnë nisin diçka nga e para, ose thjesht për t'ju bashkangjit antarëve të familjes që kanë krijuar paraprakisht. Dhe çarshia vazhdon të jetë qendër e ndërmarrësisë, në veçanti për shqiptarët e Shkupit, vazhdon të jetë qendër e kulturës, po dhe turizmit. Ne edhe gjatë rrugës për ta deri këtu po realizojmë intervistën edhe në vazhdimsi po e shoh se kemi turist nga e gjithë botë. Gjuhë të ndryshme po e flasim, kështu që çarshia ende është atraktive. Mirë po, a ka dalë nga të konturat fillestare, unë mendoj se në disa fusha po. Dhe unë po mendoj se nuk i kemi kanalizuar disa investime, subvencionime sa duhet mirë, në veçanti të ato artizanate faktikisht që realizohen në çarshi. Për shembull, për mua, që njoh si rrethanave në çarshisë edhe njoh edhe shumë esnafe dhe familjarët e mi funksionojnë këtu, për shembull, është e patolerueshme të lejojmë disa artizanate të shuar. Për shembull, nuk i kemi ose rrallë ku mund t'i gjejmë saraqet. Shumë rrallë se hiç i gjejmë farkatarët, që dikur kanë qenë pika edhe atraktive për t'i vizituar, po edhe është gjeneru një hyrje, një profit për shumë familje. Dhe nëse marrim mënyrën e funksionimit, pasi që po flasim për ndërmarrësinë në çarshi, unë them se më shumë në çarshi zhvillohet ashtu quajtura me që i themi ndërmarrësi familjare. Bartja e biznesit brez pas brez. Dhe unë nisem edhe nga shumë studentë mi, të cilët i kanë prindërit në çarshi me dyqanet e tyre, dhe në bisedat lira si kjo e sodit, edhe ata kanë planin që për të qenë këtu, për të vazhduar në çarshi, do të thonë për të vazhduar traditën familjare. Thjesht do e përshkruaj se çarshia është ai vendi ku bashkohen tradita, ose do të themi tradicionale me modernitet. Kështu që sot i kemi edhe disa zeje të vjetra, do të thoni kemi argjentarët dominues në çdo çarshi tjetër, po kemi edhe galeria arti, kemi edhe disa ekspozita, do të thonë të artistëve të ri, kemi edhe ekspozita të prodhimeve që ne përqyjmë se digjitale, të cilat po promovohen nëpërmjet çarshisë, kështu që po ndodh një farë bashkëdyzimi i këtyre dy koncepteve tradicionale dhe moderne. Dhe ndaj bindjen se çarshia edhe gjatë do jetë një burim frymëzimi në veçanti për ndërmarrësit e ri. Profi, nëse dalmi pak për çarshisë edhe e shohim në një kontekst pak më gjithëpërfshirës të vendit tonë, çka mendoni për aspektin e trive, cilët janë sfidat kryesore për me ndërmarrë një biznes në vendin tonë? Shive, vendi jonë si edhe pothuajse shumica e vendeve për rreth, disi unë me një punim të fundit që kam publikuar, e kam emërtuar si Never Ending Transition. Dhe një tranzicion pa fund. Dhe jam 4-5 vite po bëhen dhe ne ende po konsiderohemi si vend në tranzicion. Dhe duke qenë vend në tranzicion, disi sfidat po janë më të mëdha dhe
Ajo çka është më e keqe në shumë situatave, mendësia edhe nuk po ndryshon. Se kur i përmendet se çka mund të jetë një sfidë, me çka ballafaqohet i ri sot, me cilat pengesa, unë po janë shkallëja të tradicionale, për shembull, të natyrës burokratike, politike, mungesa e burimeve adekuate, financimit e kështu me radhë, po tash në librat e ri, në veçanti që po trajtojnë ndërmarrësinë në vende tranzicion, ku shumë prej tyre dhe vetë jam edhe autor, është një konstatim i përgjithshëm se ne problemin më të madh, sfidën më të madhe kemi te mendësia. Te njerëzit e këtij nënqelli, si thonë se nuk kanë një qasje që e ka perëndimi më shumë ndaj rismarrjes, ndaj dështimit. Gjithkush prej këtyre që sot ne kemi modele të ndërmarrësisë. A është e Bill Gates, a është e Jeff Bezos, a është e njeri Steve Jobs. Mos mendoj dikush se që në iniciativat e para ata u bën milioner dhe bën të suksesshëm. Ata pësuan disa dështime për të ardhur sot ku janë. Mirë po, në botën perëndimore, dështimi nuk është si rënje, nuk është si humbje e trajtuar, por si mësim. Nga çdo dështim ata kanë mësuar diçka që nuk e kanë përsëritur pastaj në iniciativën e radhës. Ndërsa ne këtu, po t'ja ngjesim në shpinë epitetin e dështakut i njeri, disis më veç ja kemi varrosur ati iniciativën e lirë. Pra, dështimin e shohim si diçka tragjike, se nuk duhet t'i ndodhë askujt, ose po që se ndodhë është fundi botës. Jo, dështimin duhet ta marrin si mësim. Dhe nëse marrin si mësim, në çdo iniciativë të radhës do të jemi shumë më të mirë se para prake. Pra, ne ndërmarrësin duhet ta stimulojmë, duhet t'i japim përkraje, mos mundeshim financiare, spaku morale, se ndërmarrësit, literatura, po edhe të arriturat e tyre, shohin se janë motorët e real të çdo ekonomie. Pa ndërmarrës, çdo ekonomi, qofshin ato në perëndim, qofshin këtu te nas në lindjen e largët, do ishin statike. Do jetojnë në status quo. Ndërmarrësi është ajo rrota lëvizëse e proceseve të zhvillimit ekonomike, e aq më tepër në term të atyre transformimeve strukturore, ku shpesh ekonomitë të caktuara për një strukturë ekonomike ose në më mirë ta themi të qartë për dëgjues shikuesit, prej disa sektorëve tradicional, ku ata janë të njohur dhe janë marrë të kaluara, ndërmarrësi është që di ato resurse për atyre sektore t'i bëjnë diçka moderne, më fitimpruse, se thash, ai menaxhimi më efikas me resurset, kishte qenë fillimet e para të konceptit. Dhe ndërmarrësi është ai që i lëviz zhvillimet ekonomike. Në inovacion, të natyrë ndryshme, qofshin ato teknologjike, qoftë në menaxhim, qoftë në ofrim produkte dhe shërbimesh të reja. Dhe kështu pra bota lëviz nëpërmjet vullnetit, guximit, ideve që sjellin ndërmarrësit në treg. Është interesante kjo çështja e mendësisë, profetet edhe preket një pikë shumë të mirë. Ndoshta është paragjykim personal, ndoshta ju e vërteton edhe më mirë, është ashtu ajo që kam vërejtë është se sa më shumë që largohen njerëzit prej Shkupit, prej qendrës këtu, ishe më inovativ. Ata që janë këtu i kap diçish një plagështi edhe ndoshta për fakt nëse i kanë krejt senet këtu, ata që vinë i duhet edhe i mundi me ardh ndoshta prej Kumanove, prej Tetove, Gostivari, i duhet pak më shumë mund edhe tenton pak më shumë. Ne që jemi këtu ndoshta ka dënere na kap ajo hajt se kemi krejt senet hazër edhe mbetemi pak më të pa aftë për me ndërmarrë rreziqe. Shive, ndërmarrësia si proces është proces i vështirë. Dhe të gjithë ndërmarrësit, sa më shumë që janë ballafaquar me sfida, sa më shumë që janë ballafaquar me të panjohura, aq kanë dalë më të suksesshëm. Se kur je në një situatë të mirë ekonomike, të qëndrueshme, të ndërtuar nga dikush ose vetë, disi edhe fillon një zonë rehative. Kriton me dalë pi komfort zonës. Ashtu. Dhe këto si po i përmend, faktikisht ata që dëshiron të depërtojnë, nëse do ta konsideroja Shkupin si një treg më i madh se periferia,
Atëherë ata duhet bëjnë diçka më ndryshe sa që ofrojnë shkupianët kushtimisht. Dhe pikërisht kjo ofrimi ndryshe është ndërmarrësi. Pra çdo gjë që e bëjmë më ndryshe se tjetër është pjesë e ndërmarrësisë. Dhe pse këta mund të jenë më efikas, për shkak se dëshirojnë të gjejnë një farë zbrastire që ndërmarrësit aktual të vendit nuk e kanë plotësuar, këto me efortet e veta ta gjejnë atë zbrastirë, ta përmbushin, ta konvertojnë në produkte shërbim dhe kështu gjejnë një burim financimi e për vetën e për familjen. Një prej arterëve dhe kryesore të bizneseve dhe ndërmarrësisë në vendin tonë janë edhe bizneset familjare. Sa kemi në biznese familjare që ndoshta i kanë kalu një gjeneratë më shumë ose dy edhe kanë arritë ta krijojnë atë stabilitetin si biznese familjare dhe janë përcjellë ndër gjeneratë. Shifë, jo vetëm në Maqedoni. Shtylla kryesore e çdo ekonomie janë bizneset familjare. Janë më dominuese për nga numri, janë ato që krijojnë bruto prodhimin vendor në përqindje më të lartë. Janë edhe pse në publik mund të perceptohen sikur si krijojnë vende pune vetëm për vetën familjare, po analizat bashkëore thonë se jo vetëm për familjarët, pa të krijojnë vende pune edhe për një rreth në të gjë. Dhe bizneset familjare e kanë atë sfidën e trashëgimisë brez pas brez. Në veçanti, tani me këtë zhvillim të hofshëm teknologjik, disa sektorë edhe nuk bëjnë të kalojnë më shumë se brezi i dy, në veçanti ato të sektorët tradicional, nga se të rinj ndoshta po hezitojnë të merren në një biznes që ka kriju gjyshi apo babai dhe të hyjnë në një biznes tjetër më modern apo i kohës që e kërkojnë sot konsumatorët. Por kemi mjaft ende biznese që kanë kaluar 2 dhe 3 gjenerata dhe më vjen mirë se do duke qenë tash edhe si ligjërues, se si profesor universitar, po i shoh prindërit bashkë me fëmijët e tyre qoftë djali vajza, që po i binë të studiojnë dhe në të biseda se pse si dhe keni vendosë këtë fakultet apo këtë universitet, sigur se po dëshirojnë të përgatisin të shqiptarët për të vazhduar edhe më tej, atë që dikush e ka themeluar shumë më herë. Dhe fatmirësisht të ne ka mjaft biznese familjare të qëndrueshme që po barten ose janë bartë des pas brezit dhe sot janë si kanë të shtyllat kurizore ekonomisë vendore. Po, a ka probleme në atë që ne kemi sukcesion të bartës e trashëgimisë dhe menaxhimit? Ka, mirë po duhet të investohet në gjeneratët të ardhshme, të përgatiten për sfida dhe më së miri si që shpërve, do në qërshi. Si shumica e prejnë shumë moshë të rejnë, se vetë kam shijuar si shumë i vogël. Kur i kam vizituar shqitoret e agjallarëve të mirë, sigur se familiarizohen me biznesin familjar. E kjo është një parakush shumë rëndësishme. Të familiarizohesh me biznesin që e bëjnë prindi, gjyshi apo xhaxhai, dhe kur familiarizohesh shumë më lehtë faktikisht lidhesh për atë biznes, dhe të zhvillohet ajo dëshira që ti nesër ta menaxhosh biznesin që kanë krijuar të parë. Shumë pikë mirë, po vetë për shkak se e kemi pa ndoshta gjenerata e ju, prindë gjeneratës ju kanë kaluar ndoshta në disa faza pak më të vështira ekonomike, ashtu kanë qenë kohrat, edhe tash ata kur janë bërë me prindër, dyqysh ju dhimën fëmijët e ri mi qunë zanat, ju dhimën me morë në punë, do ta arrite me një farë të e mshtell me pambuk. Dhe pastaj lind kjo pjesa e biznesit familjare se ndoshta ai pa parën e ka jetu edhe ndoshta shkon edhe me një shkollë të mirë, merr pjesën profesionale, po nuk është familiarizuar me biznesin. Nuk e njeh biznesin, nuk e njeh mushterinë, nuk e njeh ortakin edhe kështu me radhë. Edhe pastaj ai kur vjen prej një pozitës prej jashtë, vjen pozitë menaxhuese, mund të ndodhen edhe ndoshta me dëmtu, vjen deri te falentimi. Shikoj, kjo që e thua është shumë e saktë, ke besisht të drejtë. Unë shpesh them edhe në ligjëratat e mia me studentë
se ne që merremi me studime, me shkencë, nuk mund të sillim konstatime në bazë përjashtimit. Qartë. Kështu që këto raste që i përmende paraprojektisht ndodhin të shumë biznese familjare, unë them fatmirësisht, unë i vej të grupi i përjashtimeve. Shumica e bizneseve familjare, edhe dhe thonë janë me konturat e normalës. Pra, të prindi me familjen mundohet të bëjë diçka bashkë, fëmiu ende shfaq dëshirën për të vazhduar që është. Këto rastet e veturave të shtrenjta, jetës luksoze, largimi nga biznesi familjar, i shoh, me kam edhe studentët të mirë, po unë po them se jam përjashtime, siç edhe shpesh ditë ju them, profesor, për krejt ta që e kalon fakultetin se janë suksesshëm. Nisën nga Bill Gates, nga Mark Zuckerberg, Steve Jobs i ndjer, po them prapë ato janë përjashtime, se nëse i marrim analizat, ndoshta ti ke dëgjuar në ligjëratat e mia e kategorinë e engjëjve të biznesit, një investitor ndërmarrës të suksesshëm në kohën e vet. Do thotë janë marrë me biznes, kanë qenë menaxher ndërmarrës dhe kur janë analizuar nivelet e edukimit, shkollimit të tyre, dikun në rreth 75-80% kanë qenë spaku me fakultet. Dhe nëse kjo kategori e engjëjve të biznesit, ndërmarrës të dikurshëm, menaxher të suksesshëm të dikurshëm, 75-80% që në fakultet i bie se dikun aty ndërmarrësit që operojnë, janë spaku me një fakultet, e klasën një atë një magistraturë, MBA. Mirë po, spaku një fakultet e kanë mbaruar. Dhe tani nëse 4-5 vetë kanë heqë dorë nga studimet, do të themi se kush i le studimet apo nuk i vazhdon studimet është i suksesshëm, kjo është të grupi i përjashtimeve dhe nuk do kisha dashur kur të them se po lënë fakultetin edhe do të dalë suksesshëm, nga se bota e biznesit gjështë është bërë shumë e egër. Në kontekst të asaj se do të faqeosh me një dinamizëm të papërshkrueshëm. Një zhvillim teknologjik i pa diskutueshëm edhe brenda natës lindin inovacione, mënyra të reja menaxhimi, përpunimi kështu me radhë dhe pa një edukim të mirëfillt formal. Unë ju garantoj se sot nuk mund të jesh i suksesshëm. Se edukimi formal të mëson të përcjellësh rrezikut, mëson si të reagosh në ato ndryshimeve, si të menaxhosh më mirë, që edhe në kontekste negative prekesh sa më pak. Dhe ato pasojë negative, pra ti menaxhosh më mirë. Andaj edhe nëpërmjet kësaj platformit juaj, ju bëj thirrje të gjithë të rinjve që kanë biznese familjare, le të vazhdojmë me edukimin. Kudo ata le të vendosin. Nuk do të t'ia përcaktojmë ne universitetin dhe fakultetin, por shkollimi formal, familja i përgatit më mirë për të ballafaqur me sfidat bashkëkohore të biznesit. Se mënyrat laike të kohës, të momentit, po kështu e kam bërë unë, shpesh i dëgjojmë prindërit dhe po ndoshta në atë situatë ajo strategjia e taktika që janë suksesshme, po sot nuk është. Se ky ndryshim drastik që ndodh nuk mund të përcillet nëse nuk mësohesh të jetosh me ndryshimet. Nuk mësohesh se si të menaxhosh ndryshimet dhe si të përfitosh mundja nga ndryshimi. Andaj edukimi i jep një karakteristikë që nuk mund të ta jep asnjë punë praktike pa një mbështetje në shkollimin formal. Prof, do isha të nalem pak të startupet, e cila ju intereson pak më shumë, ndoshta edhe trive, një pjesë e ngritjes së startupeve është duke qëndru, sot kemi edhe biznes inkubator, cilët i marrin ato startupe dhe i rritin deri në formimin edhe krijimin e kapacitetit, deri të bëhen gatshme për treg. Se shihni ju cila është më e dobishme, me fillu vetë edhe duke dështu, ndoshta me përfitu për përvojave dhe më ngrit, apo me qëndru pjesë e inkubatorëve dhe derisa të bëhesh ti i gatshëm për treg? Ne, shifë, të ndërlidhem me të përfundova çështjen e mëparshme, të gjitha bizneset, të gjitha startupet nuk mund të fillojnë me inkubator. Se megjithatë, sado që të kesh inkubatorin në shtek, i ke të limitimet hapësinore. Dhe ti mund të pranosh 5, 6, 10, pa dhe deri në 20 startupe të reja, aq janë mundësit, se ne nuk kemi mundësi për një Silicon Valley.
përnosh me qindra me mirë, si thojnë iniciator të bizneseve të reja, dhe mirë është të fillohen edhe jashtë inkubatorët, por ata që kanë mundësi, kanë një ide kreative, që ka potencial, do sugjerohet është inkubatori apo një akcelerator ose një bashkëpunim me tjetër biznesi, nga se këto organizata që i përmendet. Nuk është vetëm ato që japin dijet e momentit ose të nevojshme për ta konvertuar idenë në diçka konkrete, po këto organizata, si qendra të biznesit, si akceleratorë, si inkubatorë, çka se ka një ndërmarrës të ri. Kanë një rrjet të jashtëzakonshëm të ndërmarrësve të tjerë bashkëpunëtorë potencial. Kanë një rrjet të jashtëzakonshëm të mentorëve, të cilët do të sugjeronin të rinjt se si ta konvertojnë më lehtë dhe më mirë idenë në biznes, edhe si ti përgatisin për sfidat reale në botën e biznesit. Kështu që një individ vetë, një i ri pa përvojën e vet nuk mund të t'i gjejë. Inkubatori është një burim kontaktesh që sot shpesh bile me këto kolegë që janë ndërkombëtar, dhe studimet na i kanë konstatuar se ndonjëherë ky rrjet i kontakteve me ndërmarrës të ri, me mentor, me bankierë, me bashkëpunëtorë, stakeholder të ndryshëm, shpesh kemi konkluduar se është më e rëndësishëm se vetë financimi. Pra ata kanë kontribuar shumë më tepër se sa vetë financimi fillestar për ta zhvilluar një ide. Prandaj inkubatorët kanë një mundësi ku shka opcion dhe mundësi për të antarësuar, të sugjeroj që të bëjmë pjesë integrale atyre. Pak më herët e përmendët çështjen e angelëve të biznesit, pra business angels që njohemi, sa janë funksionale të na, sa janë të arritshëm, si e komentoni gjendjen e angelëve të biznesit në vendin tonë? Kjo është një temë që me shumë dëshirë diskutoj filluara të ndryshme, nga se 2007 kam magjistruar në një temë të tillë, kur ky koncept ishte totalisht i panjohur, jo vetëm në Maqedoni, por në rajon. Nëse më pyet për rëndësinë që ka për zhvillim ndërmarrësisë, nuk ka faktor më të rëndësishëm për zhvillim ndërmarrësisë. E kanë konstatuar të gjitha studiantë. Për ata që do të na përcjellin, business angels janë individ të pasur, edhe financiarisht, po edhe me përvojë biznesore, në një moshë paksa më të shtyrë, dhe krejt këtë dije, këtë kapital që e kanë akumuluar në të kaluarën, janë të gatshëm një pjesë të tyre të investojnë të ndërmarrësit e ri. Pra të ndihmojnë edhe financiarisht edhe me këshilla. Kështu që është burimi i vetëm do të thoya që njëkohësisht t'jep edhe para, t'jep edhe dije, edhe kontakt. Si thonë 3 në 1, si ato reklamat e kafeve të ndryshme, dhe të ne, po të në 2007 kur nisa në erën kur magjistrova, koncepti nuk njihej, po me shumë përpjekje me organizata biznesi, e futa në plan programin, domethënë në ndërmarrësi që ligjerohen në Universitetin e Evropës së Lindore, trajnime ndryshme, studime të ndryshme, dhe tashmë koncepti nuk është më totalisht i panjohur. Ja, si thonë sa për informacion, para 4-5 ditësh kam qenë pjesëtarje një projekti të Unionit Evropian i financuar për nevojat e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, tani me emrin e ri, dhe pash se para 4-5 ditëve ligji për organizimin e këtij lloji financimit për atë business angelëve është në ENER, në atë regjistrin elektronik të vetëm në Maqedoni, për regulativat ndryshme dhe ligje, që thotë se ka hyrë ministrive që ka fut në procedurë. Dhe kjo ndodh, domethënë, mas shumë vitesh, mas shumë peripetish, përfundimisht edhe Maqedonia të ketë ligj që do t'i rregullojë mënyrat e financimit përmes angelëve të biznesit. Tena ka disa, dikon 15-20 aktiv që janë, ka disa rjetët e angelëve të biznesit, është SID Macedonia dhe
Zafir Angels, ku bile një prej studentëve të mirë është themelues dhe pronar. Kështu që më nuk po flasim për individ, po flasim për rjetën e biznes. Dhe unë mendoj se tani, kur të një fuqia dhe ligji, që thash është një produkt i një projekti të financuar nga Unioni Evropian, kemi bërë një ligj duke i marrë në konsiderat përvojat më të mira nga Amerika dhe për të ndarë në Turqi që në rajon është number 1. Turqia në financimin nëpërmjet një biznesit e dominon në rajon. Vetë kam vizituar disa rrjeta që s'di që ta përshu, nuk dallon ndoshta për shumë rrjeteve që i kemi në Shëball që është djepi e engjëve të biznesit dhe kemi pas disa vizita studimore, takime me engjëj biznesi atje me rrjete dhe bëm një draft domethënë të ligji që në mënyrë të mirë do i rregullonte këto raporte financuese dhe startup apo ndërmarrës të rinj. Pra një koncepti totalisht e panjohur para disa viteve, ne tani po flasim për edhe regulativ ligjor. Dhe me që kemi hyrë në fazë të regulativës ligjore, do thonë ky koncept më veç nga dalë do merr edhe një havë të zhvillim. Profi kafet na uftofën, muhabeti me juve nuk sosët, po na nuk kishmi dashur edhe me u marr shumë kohë, do dëshëm vetëm edhe një pyetje që ndoshta ju intereson trive duke pas parasysh përvojën e juve. Me njohurinë cilën e keni sot, ekspertizën që e keni sot, nëse i shikthini vitet e 20-ta në kohë të sotit, cilën biznes kishi investuar? Shikoj, unë kam një trajt, unë për biznesit kam marrë akademi. Kështu që si i ri shumë kam filluar me biznes, se është qenë traditë familjare, 100 vjeçare, tregojnë tash me dhe babi, ka tragjyshje, ka qenë në afaristët e parë, në Tërnovcin e Luginës, dhe disi e gjaku i ndërmarrësit i fatin. Dhe si e tillë, dhe një moment është me një praktikues i biznesi shumë i ri 24 vjeçor, dole të lirues të investin në këtë rast i po ndërmarrësisë. Tash nëse do të kisha 20 vjetë dhe ti kisha në këtë periudhë kohore, çka do më sfidonte? Definitivisht teknologjia informative dhe shërbimet digjitale, nga se ma nuk është adoj, është të domosdoshme. Sigurisht it's a must. Është e patjetërsueshme të kemi pjesë e tyre dhe ato po na inkuadrojnë si në biznes, si në mësimdhënie, po edhe në shtëpi. Dhe fatmirësisht, të gjitha universitetet në vendin tonë, po nisëm për studentët që kemi në universitetin tonë, ne kemi të rinj që mirë kanë fillu të apjeki këtë zejen e IT expert. Dhe herët po kyqe në biznes, qoftë në bizneset e veta, qoftë si një partner i biznesit më të madh, dhe të dëndë mundësi interesante për të rritë të sotit. Interesante mjaft dhe ekonomia e gjelbërt, green entrepreneurship, pra ndërmarrësia e gjelbërt, çështjet e mjedisit, pra se shpesh kur flasim për këtë ndërmarrësinë e gjelbërt, ne veç ndalemi te ta ruajmë mjedisin. Po, është ta ruajmë mjedisin, po duhet ta dimë se si e ruajmë mjedisin. Duke prodhuar të ofrojmë një produkte dhe shërbime, se nëse s'kemi produkte dhe shërbime që ofrojmë tregës, s'kemi ndërmarrësi. Mirë, po këto produkte dhe shërbime mos ta dëmtojmë mjedisin. Pra mos të menjerë, mos të hudhemi te mjedisi. Ti prodhojmë produkte dhe shërbime, por pa e dëmtuar mjedisin. Biznes tjetër, me që jemi, do të thonë, flasim për maqeni verjut, ne, si thonë Zoti, na i ka dhënë një tokë pjellore. Dhe nuk duhet asnjëherë ngrisin duar nga bujqësia. Mirë, po jo realizimi i proceseve në bujqësi si nga të kaluara, po një bujqësi modern, me teknologji bashkëkohore, të prodhojmë produkte organike, të prodhojmë produktet më të mira që i kakin në qiell. A Evropa dhe shtetet zhvilluara janë në kërkim të vazhdueshëm për një produkt origjinal të tokës. Jo që po e themi në atë bisedë lira të plastikës, të prodhuara ndoshta me një teknologji sot të
Inteligjenca artificiale. Dhe ne për të se investojmë në teknologji bashkëore, në zhvillojmë një bujqësi bashkëore. Unë mendoj se shumë çështje problemeve ekonomike që sot ne ballafaqohemi, edhe do t'i ishim zbutur në bazë të madhe. Se toka është e fryqshme. Ne vetëm kemi tani mungesë se nuk po e dim ta shfrytëzojmë këtë resurs fantastik që ne ka dhënë Zoti. Pra agroteknologjia, agrobiznesi janë bizneset e së ardhmës që i riu nuk duhet të heqë dorë vetëm se dëgjon termin bujqësi, edhe mendoj se diçka është demode. Jo, bujqësia është sot një biznes shumë profitabil, por nëse do të menaxhohet në mënyrën bashkëore. Gjithashtu edhe kushtet në bujqësi tashmë kanë ndryshuar dhe gati se atje shumica e proceseve janë digitalizuar dhe Ashtu po them, nëse ne ato praktikat e mira bashkëore, perëndimore i fusim në Maqedoni, ne edhe këtu do zhvillojmë një bujqësi që është fitimtues. Se disi shumë shpejt kemi heqë dorë nga një sektor që për mua është kryesor i vendit tonë. Ne nuk mund të bëhemi Japoni, Kina apo Amerikë, dhe të garojmë në teknologjitë bashkëore. Por ne kemi diçka që nuk e kanë ata, mund t'ja observojmë. Dhe me një investim, të mençur, edhe nga qeveria, po edhe nga dëshira vullneti i kësaj popullate, ne mund të bëjmë një bujqësi shumë moderne dhe shumë profesionale. Faleminderit shumë. Këto ishin pak ato çështje të cilat deshtëm të bisedojmë me shpresë që ne të përfitojmë për juve dhe publiku t'i ketë disa informata të regjistruara që do të përfiton gjithmonë nga këto. Neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se me ju falenderu juve, me falenderu edhe gjithë ata që na kanë ndjekë, e me shpresë që të takohemi përsëri në muhabetet e Qarqisë, se ku më mirë bëhen gjërat e mira dhe nisin iniciativat e mira se në Qarqi. Faleminderit.